Në Pej është zhvilluar një aksion i gjerë ku është kontrolluar biznesi telefonisë Daki Mobile në ndyshime për kontrabandim mallrash dhe shmangje të tatimeve. Sipas informacioneve, dje zyrtarët e Drejtorisë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Pej, doganën e Kosovës dhe ATK-n kanë kryer kontroll në lokalin e biznesit dhe në veturën e pronarit. Gjatë kontrollit janë gjetur 160 mboshës, të cilët dyshohet se nuk ishin të deklaruar. Po ashtu në vetur janë sekuestruar 13 iPhone, 13 telefona Samsung, një iPad dhe 2 Apple Watch, derisa vlera e përgjithshme e mallit të sekuestruar vlerësohet rreth 30.000 euro. Pronari i biznesit është intervistuar si i dyshuar në prani të avokatit mbrojtës, derisa me urdhër të prokurorit, rasti do trajtohet në procedurë të rregull për veprat kontrabandimi mallrave dhe shmangje nga tatimi, kurse hetimet për rastin janë duke vazhduar.